Alket unë do të lexoj një pjesë nga Gjeografika. Ti që udhëton, që grah pareshtur drejt horizontesh, që sheh majat si lëkundem për te i xhamit, që ecën, që ndalon, që i vë veshin frymarrje sate për të ndjerë gjallë, që del në rrugë me tezga për të shitur ide, që blen qikrima, që bën marrveshje, që bën sikur, bën sikur, që ngre krye, që nxehesh, që vë kujen, që qetësohesh, që hesht për të provuar praninë e botës, që mëson të flasësh shtruar në afshet e asfaltit, që rikot, që përton, që i thur lavde për tacis, që nga që do të bësh gjithçka, nuk bën asgjë, që sodit, që me vështrime prish ekuilibrin e gjërave, që i përdor idiomat si iluzionet, që kacavaresh në jetë si urthi në mur, që pret gjithçka, që spret asgjë, që si Herakliti nuk mbytesh dy herë në të njëjtën pikë uji, që jetën e merr si lojë dhe si plojë, që ngutesh, që ke mësuar të durosh, që numëron yjet e fundit të natës, që ke pandehma, që pandeh se kupton, që rrekesh tu vësh emër gjërave të panjohura, që endesh në mendjen tënde si në rrugët e qyteteve të mëdha, që sheh ëndra erotike, që ke dashur dhe urryer trupin tënd dhe të tjetrit, që pret njerëz, që si karonti përcjell njerëz për në botë të tjera. Kujtoji edhe një herë të gjitha këto, para se të zhdukesh. Alkeçani, faleminderit që je sot këtu me ne. Faleminderit juve. Jemi tek poezia dhe doja të lexoja këtë si prezantim të parë për të dëgjuar njerëzit, publiku lexuesi se si tingëllon poezia jote dhe për çfarë flet ajo. Deri diku sa mund të krijojë përshtypjen kjo poemë që është pjesa e fundit e Gjeografikës. Njëra nga poezit, le të themi, sepse ky libër përbëhet nga disa mënyra të shkruar ose stile, nëse do mund t'i quaja kështu. Kështu që për sa i përket pjesës së parë të librit, që ka dhe titullin që cituat ju Gjeografika, kjo mund të themi se është një poezi përmbledhse, përmbyllse, me që dhe unë e kam vënë në fund fare të ciklit. Jemi tek libri Memento Mori. Ti në jetën tënde ke shkruar 3 libra. I treti ishte. Janë kaq të vegjël. Janë kaq të hollë. Janë të vegjël në fakt. Dhe ti shkruan rrallë. Është bërë legjend kjo që ti shkruan rrallë. E vërtet është. Pak të mes nesh e kemi thënë dhe stërtan këtë gjë. Megjithatë, mua më duket që tek kjo rrallësi e jotja të shkruarit qëndron një mundim i madh dhe një punë shumë e madhe. Është e vërtet që nuk shkruhen lehtë këto poezi. Mua më duhet një kohë gjatë akumulimi, grumbullimi, imazhesh, idesh, gjuhe. Ka të tjerë që shkruajnë shpesh, besoj se nuk e di, ndoshta. Një kohë grafomanësh? Në letërsi ka nga të gjitha. Po të kujtoja një shprehje të Paul Valeris, shkrimtari, poeti që ti ke përkthyer, gjithashtu dhe që e ke mbajtur gjatë në dorë dhe përkthimin e tij, thotë që kërkon gati një mund shenjtorësh. Të prirja për të shkruar rrallë. Ai është marrë shumë me procesin e të shkruarit, në fakt. Shikonte veten e tij se ç'i ndodhte me veten, ndërsa ishte duke shkruar, duke menduar. Dhe është dhe lloji i poezisë, mendoj, që është i tillë që nuk mund të shkruhet lehtë dhe shpesh. Është një poezi e vështirë, e sofistikuar, në gjuhë, në ide, në koncepte, kështu që nuk është kollaj që kjo të shkruhet kaq lehtësisht dhe kaq shpesh. Para se të hyjmë dhe të shpjegojmë se çfarë është Memento Mori, që me fjalë të tjera prej latinishtes do thotë kujtohu që je i vdekshëm. Që nuk e i përjetshëm. Dhe pjesa e poemës që cituam ne i përket ciklit parë të udhëtimeve. Po. Ti je njëri që udhëton dhe jeta jote tani larg Shqipërisë është si një jetë në udhëtim, apo jo? Po, mund ta quajmë kështu. Aktualisht jeton në Bruksel? Për momentin jam në Bruksel me punë aty. Kam qenë më përpara në Francë, kam udhëtuar sidomos me makinë. Kështu që këto erdhën si natyrshëm ky cikli i parë Gjeografika. Është një titull që nuk e di, mund të quhet edhe një neologjizëm, që në mendjen time ka qenë si grafika të tokës. Kjo është pjesa, do thoshja, më konkrete e librit, sepse janë vërtet çdo varg dhe çdo fjalë është vërtet një gjë e përjetuar. Pavarësisht se pastaj është shprehur me një gjuhë poetike etj. Janë pastaj ato sekretet e na tregon teknikat e nuk tregojnë. Për ndryshe s'do quheshin sekrete. Se vërtet është kaq misterioz procesi i krijimit. Unë ka përshtypjen që ti hyn tek ata që përpiqesh t'ia zhveshësh misterin
që i është dhënë në shekuj procesit krijimit, sepse po kështu bëjnë dhe poetët që ke përkthyer. Ata janë poet, po janë dhe njohës të poezisë procesit. Po, nuk e di se sa është shprehur kjo gjë, ky deshifrim i misterit. Unë nuk besoj se unë futem në këtë grup. Poezi kam shkruar ndonjë ese tek këtu dhe përkthime. Nuk kam shkruar rreth procesit të krijimit. Në udhëtim për ty, cila është shqisa më aktive, me premisa për të ndjekur botën? Vështrimi dhe dëgjimi do thoshin. Nga shqisat janë ato dhe të parat që përballen me botën. Më trego pak për këtë udhëtimin tënd të brendshëm në Shqipëri. Ti ke lindur në Gjirokastër. Po. Deri në çmosh ke jetuar aty? Kam jetuar deri vonë, deri në 22 vjeç. Ndoshta ju doni të nxirrni ndonjë lidhje të feminizme me poezinë, po unë se kam menduar ndonjëherë me të drejtën. Jo, është e natyrshme dhe sikur të përpiqeshit, po unë se kam menduar të gjë dhe nuk besoj se ka ndonjë gjë të veçantë për t'u thënë. Librat kanë qenë pjesë e rritjes tënde? E rritjes së parë e adoleshencës. Nuk është se jam përkushtuar librave, nuk është se rija në shtëpi dhe lexoja në atë periudhë, kështu që. Dhe kam lexuar librat që qarkullonin. Nuk kisha ku të gjeja libra të ndaluar ose libra që ishin të rezervuar për publikun e tjerë. Ato libra që kanë qarkulluar. Më vonë pastaj pas le të themi vitit 90, unë fillova të merrem pak me frëngjishten, pak me anglishten, filloj pak me lehtësi të gjendeshin libra në gjuhë të huaj. Domethënë ti je rritur në një farë mënyrë me poezinë e realizmit socialist. Jo dhe aq. Nuk lexoja shumë poezi në atë periudhë. Nuk isha pothuajse. Po e ke pasur në tekstet e shkollave? Në shkolla të kthehen në të kundërt ato. Duke qenë se janë gjëra të detyruara, ti fillon të mos i duash. Çdo gjë e detyruar bëhet e padëshiruar. Kështu që unë nuk mundohesha të shmangesha sa më shumë. Nuk më shtynte asgjë për të lexuar letërsi. Kur themi Gjirokastra, gjithmonë në raport me letërsinë ne kemi parasysh letërsinë e Ismail Kadares. Natyrisht shkon mendja menjëherë aty. Dhe disa nga veprat e tij më përfaqësuese që lidhen me qytetin janë për mendimin tim dhe letërsia e tij më e mirë. Kronik në Gur dhe Komisioni i Festës, që është vërtet një fest gjuhe. Po, është e vërtet. Po edhe Kukulla tani së fundi për shembull, tek mëngjeset në Kafe Rostan, që lidhet prapë me qytetin. Është shumë interesante. Dua të them që në letërsinë e tij gjejmë atë që unë nuk e gjej te poezia jote, që është historia. Interesant se kisha menduar. Dhe dekori. Po. Nuk dua të sjell krahasime me letërsinë e Kadares, por me këto dy elemente, më thënë që poezisë tënde i mungojnë. Poezia jote ka tjetër lëndë. Po. Që ka të bëjë me atë lëndën e udhëtimeve, që po flisnim pak më përpara, që është ajri, që është qielli, që është horizonti, që është guri, që janë bimët, për shembull, nga cikli i poezive për gjeografinë, haiku, pikërisht, thua, prap ma kujtoi heshtjen e gjithësisë, ky kaktus i blerë. Ky është një imazh në fakt nuk është nga Gjirokastra fare, ky është nga Jala. Më kujtohet mirë. Unë nuk jam shumë i lidhur me historinë, me faktin historik, nuk më ka interesuar kur historia. Më tepër nga mitologjia, që është e vërteta. Se nga mitologjia, që është më e pranishme në librin tënd të dytë Shtrati i Prokrustit. Kënga e Jasonit, e Agamemnonit, Odiseu, janë të gjitha figura që vërtiten në ky libër. Me sa duket unë kam parë aty simbole të njeriut universal. Domethënë ngjarjet që historitë e mitologjisë, personazhet e mitologjisë janë lehtësisht të vendosshëm në kohën tonë. Në kohën aktuale. Kështu që unë i kam përdorur këto me dëshirë shumë të madhe. E ka përcyer një dekor konkret të caktuar të një vendi të caktuar. Dhe tek cikli i parë i librit të fundit, tek Gjeografika. Gjeografika, po. Unë vetë di se përse kam folur aty, se ç'fshihet pas këtyre poezive, por nuk e kam lënë të kuptohet. Nuk e besoj se dikush do ta kuptojë se për ku bëhet fjalë nëse lexon. Kështu që unë i kam shmangur dekoret konkrete. Kam idenë, që nuk e di sa mund të jetë e vlefshme, që poezia duhet të shkëputet nga konteksti historik, nga dekoret e caktuar, nga koha. Një poezi që të mbijetoj duhet që të mos jetë e prangosur brenda këtyre koncepteve. Nuk mund të lexojmë në një poezi dhe të mos na pëlqejë ta justifikojmë me faktin se është shkruar në një kohë tjetër. Ajo duhet të na pëlqejë ose jo, kaq. Me dekor kam parasysh edhe objektet. Poezia jote është e zhveshur nga objektet. S'mund ta them këtë.
Ka objekte aty, ka gjithmonë objekte. Nuk janë cilësi e Ka parë. që janë të, po themi të shkrira me mendimin. Po jo se nuk ka gjithmonë objekte. Po ta shikosh me vëmendje, ka gjithmonë objekte. Që te libri parë. Metrika dritës. Po. Pastaj në poezi është dhe fjala që kthehet në objekte. Mos harrojmë këtë, dhe kjo është një nga tiparet kryesore të poezisë, më të rëndësishme. Çdo fjalë bëhet një objekt. Për t'ju referuar prap një poeti dhe një autori që bën pjesë të kjo familja jote letrare. John Percy, Mallarmé, Henri Michaud, Paul Valéry, nga Mallarmia ishte fjala. Bota është krijuar, thot ai, Po, për të përfunduar në për një të libër. përfunduar në një libër. Në një libër të bukur. Të bukur, po. Dhe Valeria thot një gjë që universi nuk është që tjetër veç se i shprehu në gjuhë. Pa gjuhë nuk ka, është një akt gjuhësor me një fjalë. Gjëra nuk ekzistojnë nëse neve nuk i shprehim. Ato ekzistojnë të shprehja. Ky është kuptimi. Nga antikiteti ke marrë mitet. Po, mitet dhe personazhe të miteve. Por edhe dy gjëra që janë shumë të rëndësishme, konceptin e tyre për kohën, konceptin e Heraklitit për kohën, që e ke gjithkund këtë gjë. Askush nuk mund të lahet dy herë në të njëjtën rrjedhë. Nuk e di, a jam nisur drejt për së drejti nga ky koncept, apo ky koncept ka dalë aty, sepse e kam unë në mendje dhe pastaj shfaqet në poezi, sepse ndonjëherë nuk ti nisesh të shkruash diçka që ke në kokë dhe përfundon në një tjetër mënyrë. Kështu që nuk e ke shumë në dorë atë produktin tënd që nxjerr. Nisesh nga një ide, nisesh nga një imazh, nga një përshtypje dhe del diçka tjetër. Ose nisesh nga fjalët, ti nga nisesh. Nga nisesh. Nga të gjitha këto, do me thënë mund të jetë një fjalë, mund të jetë një varg, një ritëm i caktuar, një imazh, një përshtypje, një ide, dhe pastaj dalin ato që janë grumbulluar. Po koha është e pashmangshme në letërsi si kudo xhan. Dhe unë besoj se në këto ujra jam, si të thuash, te filozofia e Heraklitit dhe tek Zenoni, tek paradokset e Zenonit. Dhe në këtë koncept ka brenda gjithashtu dhe një ide për ato se çfarë është lëvizje. Unë kam bërë një tekst aty që sipas një ides time që kam shpjeguar të paradoksin e Zenonit nëpërmjet Heraklitit. Ma më pëlqen shumë dhe ai teksti. Po se ka dhe humor brenda. Nuk e di nëse do kishe dëshirë ta lexoje. Po, si të duash patjetër. Lëvizja titullohet kjo. Kot, tha i me shoqe, duke shtyr me këmbë për ta mbyllur derën e shtëpisë dhe duke lënë trastat për tokë. Kot thonë që lëvizja është e pamundur. Ja, unë shkova në treg, bleva gjithë këto gjëra dhe u ktheva. Sa ngatrojnë njerëzit kot. S'na dolën gjë edhe këto filozofirat. Më vjen keq për ty që gjithë ditën e merresh me këto gjëra. Humbet kohën kot. Mirë që vajta thuaj, të kisha dëgjuar ty do kishin vdekur urije. Të kujtohet shmëthe, s'ke për të mbritur ndonjëherë gjerë tek tregu the, se duhet bërë njëherë gjysma e rrugës, pastaj gjysma e gjysmës, pastaj gjysma e gjysmës së gjysmës, sa me lodhe kokën kot. Vajta erdha, mora dhe ushqime për një javë të tërë. Ç'do thuash tani? I thot gruaja. Kështu duket vërtet, i thash, por nuk je më ti. Ç'thua mo lajthite? Thot ajo. As pak, nuk je ti që shkove në treg, as ajo që u kthye. Ç'më shikon e habitur? Zenoni shpjegohet me Heraklitin, për ndryshe duket i pa kuptimt. Si nuk jam unë jam prap gruaja jote. Ti je, por je një tjetër, nuk mund të jesh dy herë e njëjta. Ajo që ishe ti e që donte të shkonte në treg, nuk ka lëvizur as pak. Çdo çast bëhesh një tjetër. Një tjetër shkoi në treg, një tjetër u kthye, një tjetër je tani, ajo që sapo ishe nuk ekziston më. Nuk ekziston lëvizja, më kupton? Ahi gjori ti, tha gruaja, dhe mori për nga kuzhina të përgatiste drekën. Mund të duket si seksiste kjo. Jo, as pak. Se do thonë këto shoqatat e femrave që shikosi po na trajton, që ne skuptojmë nga poezia dhe jemi vetëm për të gatuar. Kjo është ideja e Zenonit, paradoksi i njohur i tij që i lëvizjes nga pika A në pika B, në pikën B. Dhe unë e kam shpjeguar me Heraklitin, sepse duket si e pa kuptim. Ndërkohë njeriu lëviz, po ja unë shkova, thot ajo. Se thua që nuk, ja unë shkova. Po si e më ti? Ti s'ke lëvizur. Shkoj një tjetër aty. Bashkangjitur me këtë ti ke
marr edhe një tekst tjetër që e ke përfshirë në librin tënd të ri, që vijnë gjithashtu nga shtrati i Propulsit. Po. Sepse më shkonte me pjesën e... Është temë për një ëndër, në një tekst i... Po, ka një referencë, po. Kainin, Orestin, gjithashtu. Nuk është thjesht evokimi i këtyre rasteve. Është tek fakti që të bëhet diçka sikur të mos kishim mbrapa gjithë këto referenca. Le të bëhet diçka nga hiçi, a mund të bëhet kjo? Kjo është pyetja që ngrihet në mënyrë paksa të tërthortë. Unë përpiqem të mos e ndaj njeriu në të sotëm, në të djeshëm, në njeriu antik, e marr si qenie universale dhe kaq. Besoj se ndjenjat e njeriu të mendimet nuk kanë ndryshuar, pavarësisht ndryshimit të kohëve, të teknologjisë. Ai prap do mendoj, do mërzitet, do gëzohet, do dashuroj, do vdes në fund. Këto janë të përjetshme. Midis jetës... Në përkohshmërinë e tij. Mendon apo është në gjumë ky djalosh tek temë për një ëndër? Kjo gjendje, midis mendimit dhe gjumit, më duket e pranishme në poezitë tuaja. E vërtet është. Ka kohë që më ka ngacmuar ideja që a jemi vërtet ne njerëz real apo jetojmë në një botë reale apo jemi ëndër? Sepse mund të jemi dhe ëndër e dikujt ose e diçkaje që na shikon ne të dy tash që jemi në këtë studio duke bërë këtë emision, dikush na shikon në ëndër. Edhe ato që themi, na i dikton tjetër kush. Është ide interesante. Po pse mos e marrim në shqyrtim, pse mos e marrim parasysh kur bëjmë diçka? Tek një shënim hyrës aty e kam përmendur shkarazi duke përmendur filozofin kinez Chuang Tse. Ai ka parë një ëndër sikur ishte flutur dhe kur u zgjua tha, isha unë që ëndërova sikur isha flutur apo ishte flutura që ëndëroi sikur ishte Chuang Tse. Dhe ky, po themi, arsyeti mund të vazhdoj pafund. Është një zinxhir i gjatë i gjithë kësaj. Gjeografika më duket një poem vërtet kyçe për Memento Morin, për librin tënd. Një poem shumë e rëndësishme. Jam kundra që ti e konsideron si poem, po në fakt ato janë të ndara nga njëra tjetra pjesët. Unë i shikoj njësh. Jo, shumë mirë bën. Unë s'kam më të drejtë mbi librin. S'është më imi në kuptimin që unë jam thjesht autori. Më fal, po është dhe rendi i nyjeve që ti fillon nga një. Po, sepse nuk kanë tituj dhe nga që nuk kanë tituj. Një numër klasik. I kanë vënë me numra. Nga një dyzinë poezish kanë në çdo pjesë, kështu që kjo ka pas të bëjë me strukturën që unë kisha krijuar, që përpara se të formoj libri tamam, si të thua. Po ka një gjë tjetër që i lidh dhe që mua më bën ta shikoj si një të tërë, është dhe koncepti që ke ti për lëndën, për botën, e cila është diçka që mund të zhduket? Të krijohet kjo përshtypje, ndaj dhe unë i kam vënë librit të titull, Kujtohu që je i vdekshëm. Nuk është ndonjë gjë e madhe kjo, shumë të tjerë kanë përdorur përpara meje që në lashtësi, kjo shoqërohet zakonisht me ato Kafkat për të treguar përkohshmërinë e jetës. Po unë nuk doja të vija një Kafka aty, sepse nuk do dukej bukur apo jo. Arti duhet të ketë synim të bukur gjithmonë. Dhe kam vënë atë kokën diku në Luksemburg ajo, që unë e kam fotografuar. Duket një lloj qeshje sarkastike që ka i personazh me botën. Ti shkrua në gjendje frymëzimi apo të shkrua në një gjendje, si thua, arsyeje? Për shembull për këtë pjesën e parë të këtyre poezive. Jemi qepur kësaj. Për atë më është dashur nuk kisha shumë frymëzim, sepse më është dashur të rikujtoj ato imazhe dhe ato që kam parë gjatë udhëtimeve. Qoftë në një fshat, qoftë në një bregdet, qoftë në një mal, ose në vende të tjera ku mund të ketë referenca aty Egjipti, Kina etj. Për këtë nuk do ndonjë frymëzim të madh. Do më shumë kujtesë dhe një ndërgjegje gjuhësore, le të themi. Sepse kujtimet mund të vinë, por janë të vagullta, nuk janë shumë të qarta ndonjëherë dhe që ti shpresh me fjalë për të bërë poezi. Duhet që fjalët ti ndërkohë të dalin ashtu siç ti do doje. Ndaj them që nuk mund i ndash çështjet metafizike nga çështjet teknike, janë bashkë ato. Në qoftë se do ndaheshin, besoj se nuk do kishte një arritje të mirë. Në dialogun që kanë mes tyre Mallarmé dhe Degas, ai për shembull i ndan këto, që thotë poezia nuk bëhet me ide, mund të kesh shumë ide dhe sa të thuash. Po, sepse ato janë objekti, ato materializohen, ato bëhen materie, fjalët në poezi. Vetëm ideja nuk mjafton dhe punë e kësaj që vetëm kujtimet që do më vinin mua nga udhëtimet nuk do mjaftonin pa lëndën gjuhësore. A ke njëta gjë ndodh me ty edhe kur vjen fjala për përkthimin?
Për shembull vareza detare të Valeris, e ke botuar 3 herë në variante përkthimi? Po. Edhe prap në 7 vjet. Edhe nuk jam i kënaqur në fakt është e vërteta sepse është shumë e vështirë ajo dhe në shqip nuk vjen siç duhet. Të paktën nga unë mund të ketë përkthyes të tjerë që t'i arrin. Janë ca gjëra, ca vepra, është shumë e vështirë të vinë në një gjuhë tjetër. Janë të gjuhës vetë, të asaj gjuhe ku janë shkruar. Dhe kur i çon në gjuhën tjetër nuk e kanë më atë efekt. Unë jam i pakënaqur megjithatë. E kam provuar disa herë, e kam rregulluar. E kam përmirësuar, po. Po nuk ndodh kështu me të gjitha. Me Valerin, mendon që ke bërë një kompromis? Tek vareza detare? Po. Të paktën kur thua në përkthimin e Vargut. Nuk mendoj se duhet bërë në metrin në gjuhën e originalit. Me që është 10 rokësh diku në Francë ta bësh dhe ti ashtu. Te përkthimi i hajkut për shembull, dihet që hajku ka një numër të përcaktuar, është 5 vargu i parë, 7 i dyti, 5 i treti. Po në një gjuhë tjetër mua kjo më duket absurde që është më mirë të jepet imazhi dhe gjithçka tjetër që hajku vetë do që të përcjell, se sa ti rish besnik numrit të rokjeve dhe të cenosh gjëra të tjera. Në gjuhën japoneze është vënë një kufizim i tillë, po nuk ka pse të jetë kjo në një gjuhë tjetër ku përkthehet. I pari kësaj familjes letrare që përmendëm pak më përpara, për ty ka qenë Baudelaire, Charles Baudelaire, Ilket? Kam qenë student atëherë kur e lexova për herë të parë të gjithë vëllimin. Disa përkthime ishin bërë në shqip deri në 90-të, në 91-shin, kishte një koncept manikeist në botimin e librave dhe të letërsisë së huaj. Duhet të ndaje mirë të mirën nga e keqja, përndryshe nuk botoheshin gjë. Ndërsa me leximin e këtyre autorëve, pastaj që na u dha rasti ti njohim pak më vonë, po unë se quaj shumë vonë në fakt sepse edhe i vogël fare nuk mund t'i lexosh se s'do kuptosh asgjë. Në vërtet nuk do bëjmë analizë të Baudelairit këtu dhe s'është ky qëllimi, megjithatë një poezi e Maja Vlen t'i referohem, ti ke përfshirë disa përkthime tek libri yt me kthime origjinale. Pjesa e 4, po. Poezi nga 12 autor. Si një homazh për përkthimin, me që unë dhe jam marrë dhe me përkthim. Të tjerët, Borges, për shembull, Antonio Machado, nga të gjuhë i ke përkthyer. I kam parë dhe nga origjinali. Me aq pak sa di për të parë nëse ka rima, për të parë një lloj ritmi. Do të thonë nga frëngjishtja dhe pastaj krahasuar me origjinalin. Nga frëngjishtja, nga anglishtja, nga italishtja, ku i kam gjetur në disa gjuhë për t'i bërë sa më mirë, sa më saktë, sa më afër origjinalit. Ato më shkojnë mua me poezitë e librit tim. Me atë frym që është aty e përgjithshme, më shkojnë dhe këto. Kaq, nuk është se. Po ndonjëherë mund të jenë përkthyer mirë, nuk e di. Rastis. Qeni dhe parfumi, poezi në prozë e Baudelairit, po lexoj vetëm fundin. Kështu o shok i padenj i jetësime të trisht, ti i ngjam publikut, të cilit nuk duhet i japësh kurrë parfume delikate që e acarojnë, por plehra të zgjedhura me kujdes. Unë dua të di cili është opinioni yt për lexuesin shqiptar. Shihet kanë ndryshuar. Natyrisht që shumë gjëra kanë zvendësuar të tjera. Po kjo që dikur rrinin në një shkallë vlerash. Mua më duket që është interesuar lexuesi shqiptar për letërsinë. Nuk kri tani të them që jo brez i ri nuk lexon, nuk mendoj se është kështu, nuk besoj. Besoj se gjithmonë ka njerëz që janë të interesuar për letërsinë dhe ka njerëz që nuk janë të interesuar për letërsinë. Kaq. Natyrisht, ai që shkruan do donte që të lexohej nga sa më shumë njerëz, po dhe nëse nuk lexohet dhe lexohet nga sa më pak, aq më mirë. Nuk është e prish ndonjë punë të madhe se sa njerëz më lexojnë. Atyre u prish punë, ose u prish ose u ndreq punë, nëse do më lexojnë apo jo. Pastaj kush i lexon disa herë, që është gjëja më e mirë akoma. Nëse është kështu. Unë me atë synimi kam bërë që të mos lexohen një herë dhe të flaken. Nobelist, poet të mallkuar, poet avangardist. Është një influencë edhe tek shihet që ushtrojnë këta autorë. Është e vërtet, po, ndikon, patjetër që ndikon. Thot Andrezhidi, nuk jam më i njëjti, thot, pasi kam lexuar diçka. Mirë është që këto të lexohen në origjinal, sidomos poezia. Po megjithatë, kush nuk ka mundësi të lexojë në origjinal, le të lexojë këto përkthimet. Vërtet e thua këtë gjë? U thon ti lexoj në origjinal? Po ajo është më e mira, kuptohet. Unë nuk mendoj kështu. Unë dua të shikoj dhe potencialin, pasurinë e shqipes. Po, patjetër. Që është gjua ime. Mirë, patjetër, po unë them. Është gjua në të cilën e komunikoj. Padyshim. Një gjuhë zhvillohet shpeshherë nga përkthimi më shumë se nga letërsia origjinale. Ka raste. Ose periudha, po themi të saktuara, që përkthimi ka luajtur rol më të rëndësishëm se. Përndryshe pse do ta bëje ti gjithë këtë gjë?
Unë e bëj për disa arsye, domethënë. Ajo është një pasion, është një... Po nuk është se unë e bëj me ndonjë mision. Nuk kam ndonjë mision që të edukoj breza apo të... Nuk e kam patur këtë vokacion. Çka të bëj me sferën individuale, po. Ti ke njohur dhe një formë tjetër komunikimi më masiv, duke mbajtur për disa vjet në të përditshmet, në gazetën shqiptare, gazetën Panorama, komunikimin me letërsinë. Kulturor, po Ka qenë diçka shumë simbolike. Prezantoje përkthime, prezantoje autor shqiptar. Ishte një mënyrë e gjurmimit të realitetit letrar. Po, në fakt, nuk ishte keqja. Nuk janë keq këto suplemente, sidomos për të promovuar njerëz, për të zbuluar talente. Po edhe për të dhënë pastaj, sepse unë kam botuar dhe jo vetëm letërsi aty, ka pasur dhe shkrime dhe politike, geopolitike. Eset të ndryshme nga Chomsky, nga Ignacio Ramonet. Po ti referohem një shprehje të Edmund Testit, personazhit të Paul Valeris, tek një mbrëmje me zotin Test, i cili ishte një filozof, shkrimtar, po pa vepra. Personazhi i pabesueshëm në fakt, s'mund të ketë asnjë njeri jashtë. Nuk mund të ekzistojë zoti Test si qenie reale fizike. Çfarë ide ke ti për këtë të besueshmen në art? Ti lexon për shembull një roman, një tregim, dhe shikon personazhin dhe të ngjan me dikë, të ngjan me veten, të ngjan me dikë tjetër, apo jo? Ndërsa personazhet të tillë si zoti Test, apo si Bartleby tek Melville, apo nuk e di, janë krijuar disa personazhe në letërsi që janë të ose si Funesi në mos gaboj te Borgesi që mbante mend gjithçka etj. Janë të pamundur. Dhe këtu është merita e madhe e këtyre autorëve dhe letërsisë të tyre që kanë krijuar këto lloj personazhesh. Sipas teje, kur një tekst është i mirë? Është shija që të mbetet, ajo ndjesia që ke. Edhe jo vetëm pasi e përfundon, por edhe gjatë kohës që gjatë çdo momenti që e lexon, ajo duhet të përbëjë kënaqësi. Në qoftë se nuk të kënaq, duhet ta lësh atë libër, sepse nuk e pse mundohesh shumë të sforcohesh, të vuash, sepse vuan dhe fizikisht apo jo. Pastaj shihet e mia janë këto, pak a shumë këto që kam përkthyer. Këta autor, deri në një farmase, se ka dhe që pastaj na mungon Rembo, na mungon Verkor, Remboj, Bataj, George Bataj. Po, Bataj nuk futet tek shihet e mia. Po nisu nga çfarë arsye? Po nga historinë e syrit. Nga arsye që një libër i tillë për shembull nuk ishte në Shqipëri dhe unë bashkë me Montupen kishim dëshirë ta sillim në Shqip. Më pëlqen më shumë si kritik letrar apo si filozof se sa si shkrimtar. Megjithatë, kjo s'ka rëndësi. Libri shumë i mirë, është shumë i mirë dhe është pritur shumë mirë. Ka dhe të tjerë që mund të kemë përkthyer dhe që janë s'futen tani më në shihet e mia më të spikatura, po themi. Ku mund t'i gjejnë njerëzit librat e tu? Askund nuk mund t'i gjejnë. Sepse... Nuk po bën viktimën, në? Përkundrazi, unë më bëhet qefi që është kështu, se nuk t'i marrin librarit të poezite. Që janë poezi nuk i marrin, se s'kanë leverti që t'i shesin, sushiten, unë beten aty u zënë vëndin. Ose duhet i njofësh pastaj me t'i kesh miq ose shok që të... Po tek Zeniti po. Në biblioteka mund t'i gjejnë, biblioteka publike? Deri tek ky libri i fundit po. Janë çuar në bibliotek. Librin e fundit nuk ma pranuan ato gratë që punojnë aty tek pasurimi i fondit, sepse s'kisha faturë tatimore me vete. Nuk e di përse duhet fatura tatimore kur libri është dhurat, se as po e shes, as po e blej, megjithatë rregullat e tyre bën që unë të mos e dorëzoja. Po mendoja në fakt për këta që kryen ndonjë akt bamirës për ndonjë person që do të fali bibliotekën e vet personale në bibliotekë, si do t'ja bëjnë se s'ka faturë tatimore? Ata e dinë më mirë këtë punë. Ti kthyem mbrapsht. Po më mirë se u adhash njerëzve, u shpërndava, se s'është në bibliotekë do shkoj njeri që ta lexoj librin tim. Është më mirë apo jo? Se sa të ri mbyllur aty në lagështi. Unë të falenderoj shumë. Gjithashtu.